Pastaj ne kena nevojë për njërin tjetrin. Pse? Pasqyre besimtari, kam nevojë për vllajën tam, se ban vaki unë si shoft metat e mi, o vëllezër. Ka mundsi unë thon një fjalë apo e bëj një gjest e cila nuk është hije e bukur për xhamatin. Por ai që don për Allah, të afrohet ngadalë dhe të thot, kjo nuk ka hije se ty je model. Në këtë formë, nëse ne vazhdojmë të njëri tjetri, e këshillojmë njëri tjetrin dhe bëjmë durim ndaj njëri tjetrit, do ta shohim sa përmesim dhe hajër ka më ardhur brenda shoqëri. Kur vëllezërit ton para 10 viteve janë kanë në këtë nivel, thuaj se suneti është hinë në çdo fshat, edhe në çdo qytet, e në çdo shtëpi. A dini se më herët a shkon trishtim me pas një mjekër? A dini se më herët a shkon trishtim i shkurtu pantallonat, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, t'jenë petku t'jetë mbi zogin e kamës. A dini se kana për xhamiat e Shkupit si kanë lënë me hije vëllezërit me fal namazin? A dini këtë çështje? Jetut me hin xhami, me ngrit durt, me fal sunetin, me fal namazin me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse sa mirësit Allahu na i ka me gjithë atë, wallahi kanë vazhduar vëllezërit të vjetrit me bo davet dhe me ngjall sunetin. Sot në cilën xhami të hish prej xhamive të Shkupit, është bo e njohur, e veçoj Shkupin. Do të është bo e njohur çështja e sunetit. Nuk prish punë, çe një xhamatli, pse i ngre durt, pse me mjekër, pse i ke pantallonat e shkurta mbi zogin e kamës, nuk prish punë. E di që suneti pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe as nuk të hasmon, as nuk të hidhrohet, as nuk të nënshmon, a më herët të konë vështirë. E kjo gjithë kjo, edhe pas kësaj, fillon të kthejmë një hap mrapa. A ne kena nevoj për vllavin ton, ne kena nevoj për pasqyre, për shkak se jena në periudhën ku gjërat e këqija, gjërat negative janë shpërnda. Kur është përzije e kota me të vërtetën, ku janë shtue dyshimet me të mëdhaja, ku pengohesh në rrugt të Allahut subhanahu wa ta'ala, ku njerëzit e kanë bojkotuar sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam.